Të dashur shqiptar, po lexoj gazetën IKEA për të bler ndonjë mobilje të bukur për të bërë filma. Zakonisht gjej atje guacka që përfaqësojnë fjalët e vdekura të gjuhës shqipe. Problemi është ky. Unë kujtoja se fjalët e vdekura të shqipes ishin fjalë ilire. Na del që këto guacka pellazge në gjuhën shqipe që kanë guacka greke, për fat keq. Pra kur unë blej këto qypat me guacka të bukura që i nxjerr në filmat e mi, kjo gjuhë e bukur, këto guacka të madhërishme të detit jon, janë guacka greke. Dhe një nga këto guacka është fjala nambodhise. Nambodhise, navonove, është në gjuhën shqipe, arvanitase. Dhe këta arvanitas vinë në shekullin e 15 në Shqipëri dhe vendosen në zonën e jugut, por ishin greqizuar komplet. Pra ata flasin gjysmë shqip, gjysmë greqisht. Kështu flasin dhe arbreshët, gjysmë shqip, gjysmë greqisht. Ju nuk kuptoni asnjë fjalë arbreshe, sepse nuk janë fjalë shqipe, janë fjalë greke. Nambodhise, na avonove, vjen nga greqishtja, që thoni ju. Nuk është vetëm problemi që kjo fjalë vjen nga greqishtja, kështu krijohen foljet e trashëguara të gjuhës shqipe, që të gjitha nga koha e kryer e thjesht e greqishtes. Dhe unë këtë e zbulova krejt rastësisht, duke ardhur nga dyqani një ditë dhe i rrëzoj të gjitha ato perimet në trotuar dhe filloj të qaj, sepse në gjuhën homerike prio, kjo fjalë nuk është gjetur koha e kryer e thjesht, është në shqip prisha. Edhe fjala embodhisa është në gjuhën greke, por është gjetur, ekziston në kohën e kryer të thjesht dhe është një lloj formimi në greqisht dhe në shqip. Absolutisht. Dhe nga koha e kryer e thjesht, gjuha shqipe merr folje dhe i përdor si infinitiv. Merr frymthell. Jo vetëm folja embodhisa, të gjitha foljet e shqipes kështu krijohen. Dhe forma urdhërore e foljeve vetvetore në shqip, mbodhisu, është një lloj vetëm në shqip dhe në greqisht. Po në greqisht shkruhet me ou, shqiptohet u në fund të foljes. Kjo është në çdo folje. Ngrihu, ftohu, ngrohu, forma urdhërore e shqipes është identike me greqishten. Pra kjo është gjuha ilire, është gjuhë greke. Tani gjuha shqipe nuk është gjuhë greke, kjo është substrati ilir. Ka fjalë të shqipes që janë me origjinë të përbashkët në gjuhën perse dhe në gjuhën shqipe. Për shembull, fjala dimën është dima në gjuhën perse, sepse në Shqipëri fisi më i madh ishte Parthos, Parthët që do thot persët në greqisht. Unë kujtoja se kjo vinte nga fjala Parthenos që do thot virgjëresh. Jo. Në greqisht kjo është Parthos ose Parthët, do të thënë persët, fisi më i madh i lirë. Pra janë përzier gjuha persiane në shqip, gjuhët slave, gjuha greke ilire, gjuha latine, gjuhët kelte dhe është formuar ky mishmashi i shqipes së sotme. Pra, nambodhise, navonove vjen nga greqishtja. Nga n që bëhet m përpara p-s dhe podion i thon këmbës në neutër në greqisht. M podion në këmbë, pranë këmbës, do të thënë në kape këmbët, navonove në greqisht, është metaforë homerike dhe nga fjala navonove embodhisa na pengove rrugën. Në gjuhën shqipe kjo ka marrë kuptimin na le shtatzën, na vonove. Për shkak se grave ju vonohen ato të përmuajshmet, që ju vi një herë në muaj, bashkë me hënën e plot, na mbodhise na le shtatzën. Pra gratë arvanitase kanë futur fjalët greqishte në shqip. Fajin e kanë gratë. Këtë vëmre dhe me gazetaret shqiptare, me sirenat shqiptare që vën
fjalë nga anglishtja dhe fjala më e fundit e gazetares shqiptare të famshme është fjala na suspendove, na vonove. Është një lloj si fjala greke, na mbodhise. Dhe është krijuar kjo fjalë na mbodhise, një lloj si të gjitha foljet e tjera të shqipes, të trashëguara. Kjo është gjuha ilire, është gjuhë greke, në të cilën forma e trajtës së shquar të emrave hiqet. Ho brindos, koka e drerit, është bërë brindos në gjuhën mesape, brini në shqip. Ho lembos, varka në gjuhën greke është bërë lembos dhe lembon në rastin kallëzor kam gjetur unë në pllakat në Marseille të Francës. Pa formën e trajtës së shquar dhe ky është dialekti epik i përdorur në poemat e Homerit. Grekët e quajnë këtë gjuhë artificiale. Kjo është gjuha shqipe. Gjuha e Homerit, artificiale. Pra unë po blej guacka të bukura dhe i blej këto që të tërheq vëmendjen e shqiptarëve, sepse situata është shumë tragjike. Kjo situatë e këtyre fjalëve të huaja në Shqip është e tmerrshme. Mirupafshim në filma të tjerë shkencor.